Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Astrologët paralajmërojnë, nga data 17 nëntor fillon java që ndryshon gjithçka për këto shenja. Qielli po përgatit një lëvizje të fuqishme që do të trazojë gjithçka. Astrologët kanë ngritur alarmin dhe Yjet flasin me një zë të qartë. Nga data 17 nëntor fillon një javë e jashtëzakonshme, një javë që do të ndryshojë drejtimin e fatit për disa shenja të zgjedhura. Universi po vendos në lëvizje një kombinim energjish që rrallë ndodh, ndikimi i hënës, ndikimi i Venusit dhe përplasja e disa yjeve të fortë krijojnë një port transformimi, ku gjithçka mund të ndodhë. Për disa, kjo do të jetë java e fitimeve, e lajmeve të papritura dhe e suksesit të madh. Për të tjerët do të jetë periudha e zgjimeve shpirtërore, e dashurisë së vërtetë dhe e vendimeve që ndryshojnë rrugën e jetës përgjithmonë. Astrologët paralajmërojnë se këto ditë janë thelbësore. Çdo zgjedhje, çdo fjalë, çdo hap që bëni do të ketë një ndikim të madh në muajt që vijnë. Do të ndjeni se fati po ju drejton drejt rrugës së duhur, edhe nëse në fillim çdo gjë duket e paqartë. Kjo është një javë e kthesës, ku shumë dyer që kanë qenë mbyllur për vite do të hapen papritur. Për disa shenja, një lajm i mirë financiar do të vijë aty ku se prisnin. Për të tjerët, një ndjenjë e re dashurie do të ndizet, duke sjellë emocion, ngrohtësi dhe gëzim. Por një gjë është e sigurt, kjo javë nuk do kalojë pa lënë gjurmë. Astrologët thonë se energjitë e 17 nëntorit do të zgjojnë fatin e fshehur, do të japin guxim për të ndryshuar dhe do të sjellin mundësi që mund të shndërrojnë jetën tuaj për mirë. Nëse ke ndjer kohët e fundit që diçka po afrohet, që universi po të dërgon shenja, që ndjesia e brendshme po të thotë, prit, diçka e madhe po vjen. Atëherë po, kjo është java jote. Qielli është gati të flasë dhe disa shenja do ta dëgjojnë qartë thirrjen e fatit. Binjakët do të jenë ndër të parët që do ndjejnë tronditjen e fatit pozitiv. Nga data 17 nëntor, një lajm që lidhet me punën ose financat do t'ju bëjë të ndjeni se universi po ju vëmë në qendër. Astrologët paralajmërojnë se ky është momenti për të vepruar me guxim. Mos keni frikë të merrni rreziqe, sepse gjithçka që bëni këto ditë mund të kthehet në një sukses të madh. Në dashuri, dikush do ju afrohet në mënyrë të papritur, duke sjellë emocione të forta që mund të ndryshojnë rutinën tuaj. Universi ju jep dritë jeshile për ide të reja, projekte dhe takime që do kenë ndikim afatgjat. Mos refuzoni asnjë mundësi, ajo që nis këtë javë do ju çojë shumë më lart se sa e mendoni. Luani hyn në një fazë rilindjeje të fuqishme. Yjet paralajmërojnë se pas datës 17 nëntor do të ndjeni një shpërthim energjie dhe një val vetbesimi që do t'ju hapë çdo derë. Në fushën profesionale mund të merrni një propozim, një ofertë ose një vlerësim publik që e prisnit prej kohësh. Në dashuri, marrëdhëniet marrin kthes pozitive, një person mund të tregojë ndjenja që deri tani i kishte fshehur. Kjo javë është si një skenë ku luani shkëlqen në dritën e vet, çdo hap që bëni do të ndriçohet nga fati. Mos prisni që mundësitë t'ju vinë, dilni dhe pushtoni botën, sepse kjo është java juaj. Peshorja. Për ju, peshore, 17 nëntori hap një derë drejt qetësisë, drejt drejtësisë dhe balancës së re. Astrologët paralajmërojnë se pas shumë javësh tensioni, do të ndjeni se gjithçka më në fund po vendoset në vendin e vet. Në aspektin financiar, një lajm që lidhet me fitime, borxhe të kthyer ose një rritje të ardhurash do t'ju sjellë lehtësim. Në dashuri, një bisedë e ndershme do të rregullojë çdo keqkuptim. Kjo është java kur universi e vendos ekuilibrin në jetën tuaj dhe ju shpërblen për maturinë dhe durimin që keni treguar. Mos keni frikë nga e reja, ajo që po vjen do të jetë më e mirë se gjithçka që keni humbur. Britsjapi. Astrologët paralajmërojnë, për ju, kjo javë është fillimi i ngjitjes së madhe. Britsjapi, që zakonisht ecën ngadalë por me siguri, tani do të ndjejë përshpejtim të fatit. Nga data 17 nëntor, energjitë e reja ju sjellin mundësi profesionale që nuk duhen humbur. Një bashkëpunim, një projekt apo një takim i rëndësishëm mund t'ju hapë një derë që ndryshon gjithçka. Në dashuri, jeni më të qartë, më të sinqertë dhe gati për stabilitet. Universi do t'ju shpërblejë për përkushtimin dhe seriozitetin tuaj. Mos e nënvlerësoni asnjë takim, asnjë fjalë, çdo detaj mund të jetë çelësi i suksesit tuaj të ardhshëm. Peshqit.
Peshqit janë në ndikimin e hënës së fatit dhe kjo javë do jetë si një ëndër që bëhet realitet. Astrologët thonë se pas datës 17 nëntor, gjithçka që ka qenë e turbullt bëhet e qartë. Një ndjenjë e fortë, një lajm i mirë apo një mundësi që lidhet me krijimtari ose art do t'ju jap frymëzim dhe lumturi. Në dashuri, një lidhje mund të thellohet papritur, ndërsa për ata që janë vetëm, një person i ri do t'ju preki shpirtin. Financat nisin të përmirësohen dhe një ndihmë e papritur nga dikush afër jush do t'ju hap një rrugë të re. Qielli po ju dërgon bekimin që keni pritur, mos keni frikë ta pranoni me zemër të hapur. Nga data 17 nëntor, qielli do të ndryshojë rrjedhën e jetës për këto 5 shenja të bekuara: binjakët, luani, peshorja, bricjapi dhe peshqit. Astrologët paralajmërojnë, kjo nuk është një javë e zakonshme, është një kapitull i ri i fatit, ku gjithçka mund të ndodhë dhe për disa do jetë momenti më i bukur i vitit.